Me kërkesës pak, gjykata e posaçme ka zgjatur edhe me 3 muaj afatet hetimore për dosjen Banker. Sipas organit të akuzës, kërkesa bazohet në kryerjen e veprimeve të tjera shtesë për shkak të provave dhe rëndësisë që ka dosja. I vetmi që ndodhet në mas arrest në burg për këtë çështje është CEO kinez i kompanisë, ndërsa të gjithë të pandeurit e tjerë janë në masa më të buta. Hetimet lidhen me deklarime të ndryshme tatimore dhe shmangje të detyrimeve financiare për 20 vite, konkretisht nga viti 2004 deri në 2024, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme financiare në buxhetin e shtetit. Sipas prokurorisë, Bankers ka realizuar shitje dhe eksporte nafte në vlerën totale prej 532 miliard lekësh, por ka deklaruar humbje për çdo vit me një total prej 11.7 miliard lekësh. Kompania ka shmangur kështu tatimin mbi fitimin dhe ka përfituar rimbursime të dyshimta të TVSH-s.